Këtu është horoskopi i diel 13 prill 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Këtë mëngjes do të keni pak dëshirë të bëni. Ndjenjat ndonjëherë duket se peshojnë. Demi. Njerëzit që kanë jetuar së bashku për disa kohë mund të vendosin të legalizojnë një bashkim. Kjo ditë duket ideale për një pushim për reflektim. Dhe le të mos harrojmë kënaqësitë e jetës, si të ngrënjet e mira që ju pëlqen aq shumë. Binjaket. Largohuni nga ata që duan t'ju bëjnë zemërimin. Jo gjithçka është e qartë, drejtoni dikë që nuk është në anën tuaj. Gaforja. Ju do të propozoni një armëpushim nëse ka pasur ndonjë problem. Ju akuzoni pak për lodhje. Luani. Kush është vetëm nuk mund të gjejë emocione të reja, kush është në çift shpërqendrohet. Disa leke për çështje ligjore ose të paparashikueshme. Virgjeresha. Ata që vërtet nuk e durojnë më një njeri mund ta kenë dërguar tashmë në ferë, por vetëm përballë një njohjeje të re, është më mirë të shikoni përreth, të rrini më shumë nëse jeni beqar. Peshorja. Unë nuk përjashtoj që dy interesa mund të lindin në të njëjtën kohë. Do të korni frytet e asaj që keni mbjellë më parë në fushat miqësore, sociale dhe familjare. Akrepi. Jeni në harmoni me veten dhe nuk do keni vështirësi në jetën tuaj në lidhje. Favorizoni miqësi të reja. Shigjetari. Mos e merrni për gjithçka që ndodh në këtë ditë, veçanërisht pasi që në mëngjes mund të ndiheni jashtë fotos ose shumë nervoz, duhet të qëndroni të qetë. Britsjapi. Emocionaliteti juaj është në kulmin e tij dhe kjo mund të jetë me fat ose jo. Është sikur njerëzit përreth jush, në vend që të luajnë lojën tuaj, po përpiqen t'ju shpërqendrojnë. Ujori. Kujdes nga dashuria, një pyetje e vjetër kthehet dhe është partneri që e ngre atë. Sot lodhja ju merr përsipër. Peshqit. Edhe disa shpenzime gjatë kësaj dite duhet të keni kujdes që të mos e bëni hapin më të gjatë se këmba. Mundohuni të mos shqetësoheni. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.